أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذا العظيمات إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات dhe selamat Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allahu të qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij, sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, kemi hyrë në 10-ën e fundit të Ramazanit. Konkretisht sot përfunduam ditën e 21 të këtij muaji dhe jemi njëkohësisht në ligjëratën e 21 të ciklit ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Dhe jemi tek ligjërata e dytë në trajtimin e emrit të Allahut El Wali, që do thot mbrojtës dhe kujdestar i besimtarëve. Nëse ndalemi dhe meditojmë ngjarje jetën e përditshme, ngjarje të cilat na japin me kuptu që njeriu pa kujdestar, pa mbikëqyrës, është një farforme jetim në aspektin e dunjas. Për shembull, jeton me vujtje që një njeri që nuk ka kujdestar që e mbron. Ose për shembull, fëmia i vogël kur e humb kujdestarin apo prindin e tij. Pastaj ditën kur dy të fejuar vendosin kuror, kërkohet që nusja ta ketë edhe kujdestarin e saj. Vajza që ndihet keq normalisht në ato çaste nëse nuk është kujdestari i saj i pranishëm. Allahu tha, Allahu waliyul ladhina amanu. Allahu është mbrojtësi dhe kujdestari atyre që besuan Allahun Azza wa Jall. Andaj ai që duhet të ndihet keq, ai që duhet i vi zor më shumë se fëmia që i vdes prindi, vajza që nuk ka një kujdestar të saj në prezencën e martesës apo një qatë, thot, është ai i cili nuk e ka Zotin si mbrojtës dhe kujdestar të vetin. I miri ai i cili ja ka dërzu veten shejtanit, epsheve dhe kënaqësive. Për të arsye Allahu tha: "Wa man ya'shu an dhikri r-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Ai i cili largohet nga rruga e Zotit, përmendja Allahut, kena me caktu një shejtan, edhe ai ka me qenë me të Allahin arrujt. Andaj, Allahu Azza wa Jall është ai i cili na mbron nga humbjet, është ai i cili na mbron nga vujtjet, dhe i humbur dhe i vuajtur, agjërues e nderuar, është ai që nuk e ka Allahun, Zotin mbrojtës dhe kujdestar të tij. Andaj ti, agjëruese, ke kujdestar? A ke kërku dhe synu që kujdestari jot tjetë vetë Allahu Azza wa Jall? A ke synu një qëllim të tillë? Allahu Azza wa Jall na kujton historinë e Jusufit alayhis salam, i cili ndodhej i braktisur nga vëllezërit e tij. Në një pus në shkretir, Allahu i Madhëshëm bëri që disa udhëtar të kenë nevojë për ujë me qëllim që ta nxjerrin Jusufin nga bunari. Kush e bëri këtë? El Wali, Allahu Azza wa Jall. Allahu e bëri edhe Azizin e Egjiptit, mbretin të steril, me qëllim që të ketë nevojë për fëmijë dhe të adaptojë Jusufin alayhis salam. Kush e bëri këtë? Allahu Azza wa Jall, El Wali. Ja dha gjithë këto gjëra Jusufit alayhis salam, për shkak se Jusufi tha: "Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin." Ai i cili i tutet Zotit edhe bën sabër, Allahu si ashar mundin poshtë pamirësve. Pastaj kush e bëri mbretin e Egjiptit me pani ëndër që e shqetëson? E bëri Allahu Azza wa Jall, El Wali, me qëllim që ta nxjerrin Jusufin azam nga burgu. Jo vetëm kaq, e bëri Allahu që gjithë banorët e Egjiptit kanë nevojë për ushqim, me qëllim që Jusufi të bëjë ministër i thesarave të Egjiptit. Apo e vren agjërues e nderuar, çka do thot ta kesh Allahun kujdestar dhe mbrojtës tëndin? Andaj, në fund surës,
Jusufi a.s. tha, o Zoti jam, ti më ke dhënë pushtet dhe ti më ke mësu komentimin e ëndrave. Ti e kriju si qevi tokës, kujdestari jam këtë botë dhe botën tjetër. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, o Allah, më bëj të vdes musliman dhe më bashko me të mirët. Andaj, Jusufi a.s. me pat mbrojtës vetin kujdestar, Allahun, velin këtë dunja, dhe kërkoj Jusufi të njëjtën gjë nga Allahu Azza që Allahu tjetë veli i tij për botën tjetër. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu e përshkruan në Kur'an pejgamberin e tij, duke thonë, mbrojtësia im është Allahu që zbriti librin, ai kujdeset për të mirët. El-Araf 196. Allahu Azza wa Jall i nxit muslimanët, njerëzit, që të jenë pranë Allahut, në mënyrë që Allahu të jenë mbrojtës dhe kujdestar i tyre. Këtë komoditet agjërues dhe agjëruese e ofron Zoti. E ofron Allahu Azza wa Jall, ai cili është kujdestari besimtarëve. Pse ti agjërues dhe agjëruese të mos jesh një nga evliat e Zotit? Çfarë shikon si pengesë për më arrit këtë gjë të tillë? Se shpeshherë njerëzit dorëzohen dhe thonë nuk kam gjuna, nuk mund të jem nga evliat e Zotit. Është gabim. Nga se Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah thot për evliat e Zotit s'ka frikë as breng. Nëse Allahu është veli i joti, kujdestar dhe mbrojtës i joti, ulemaja kanë thonë, agjëruesi i fiton 3 shpërblime ose muslimani përgjithësi. Shpërblimi i parë është se hiqet frika dhe shqetësimet, qoftë për këtë botë edhe botën tjetër. Nga sa Allahu ka garantuar që për ta s'ka frikë as breng. E dyta, ta ndryshon Zoti rrugën dhe jetën këtë botë. Allahu Azza wa Jalla tha, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Al-Baqara 257. Allahu është kujdestari atyre që behsuan drejt Zotin, i nxjerr nga errësira në dritë. E treta, të ndihmon Allahu të triumfosh. Nëse Allahu është kujdestar dhe mbrojtësi jote, agjërues dhe agjëruese, patjetër do të jesh i ndihmuar, do të triumfosh në çdo situatë. Nga se Allahu Azza wa Jall është kujdestari jon dhe është ndihmtari më i mirë jon, çka thon Allahu në surën Al-Imran. Zoti ndihmon ata që besojnë. E kush e merr Allahun me këtë pejgamberin e tij, edhe ata që kanë besuar, s'ka dyshim se ata janë pala e Allahut dhe pala e Allahut është nga ngëlltimtarët e Allahut Azza wa Jall këtë botë dhe botën tjetër. Andaj kjo Zoti jon subhanahu wa ta'ala, i cili thot që hadith kutsi do të vazhdoj robi jem të afrohet afër meje me namaz nafile, dhe i se ta dua, nëse dua do të jem veshje ti që dëgjon, syri ti që shikon, dora ti që prek dhe jem këmba ti që ec. Nëse do të më kërkoj diçka do të jap, nëse kërkon mbrojtjen tjetër do të ta mbroj. Allahu nuk të lejon të dëgjosh haram. Edhe për i dëgjove ndonjëherë u mashtrove, ai thonë që mos ndikohesh prej tyre, që mos ta prishësh zemrën. Allahu Azza wa Jalla nuk të lejon pastaj të shohësh haram. Po edhe por shikove ndonjëherë gabimisht ose u mashtrova nga shejtani, nuk e lejon të depërtoj atë në zemrën tënde. Allahu t'je bereqet në duart e tua, me të cilat prodhon diçka, shkruan ndihmë të fesë apo njerëzimit. Të ndihmon Allahu që të mos eshësh drejt haramit. Allahu Azza wa Jall ti pranon dua dhe lutjet sa që ti kërkon Zotit Gjelle Wala. Pasi ku krybe betejë e Uhudit, kur ushtria muslimane me pejgamberin selam unë gjitën në mal dhe ushtria kurajshve mbeti poshtë në fushë, Ebu Sufjani u afrua pranë malit dhe thiri, a është Muhamedi në mesin tuaj? Pejgamberi selam tha muslimane mos u përgjigjni. Ebu Sufjani prap tha, a është Ebu Bekri në mesin tuaj? Pejgamberi selam përsëri nuk lejo mu përgjigj. Ebu Sufjani tha, a është Omeri në mesin tuaj? Përsëri asnjë nga muslimanë nuk u përgjigj. Atëherë Ebu Sufjani me forcë tha, ne kemi uzan idhullin, kurse ju nuk e keni. Asnjë nga muslimanët nuk foli. Pejgamberi u tha, a nuk po i përgjigjeni? Ata thanë, po çfarë të themi? Thuani atyre apo Abu Sufjan, Allahu është mbrojtësi jon, edhe ju nuk e keni mbrojtësi Allahun Azza wa Jall. Dhe muslimanët të njerëzëri bërtetën thanë, Allahu është mbrojtësi jon dhe nuk keni mbrojtës tjetër. Me të gjërua këto fjalë e Muhamedi
tha Abu Sufjani, Muhamedi, Ebu Bekri dhe Omeri që kanë gjallë. Andaj të jesh nga evliat e Zotit është një grad shkallë që nuk ka arrin gjithkush ta posedoj këtë çështje. Për shembull, modele që Allahu i ka mbrojtë dhe i ka dashur Allahu dhe i ka llogarit evliat Zotit është Nuhi alayhis salam. 950 vite u fyje, u përbos, u kështrajtua, i ngritu dua lart dhe tha: "O Allah, unë jam poshtë, prandaj më ndihmo." Erdhi ndihma Allahu dhe i pranoi duaja. Allahu lëshoi shit vrodhshëm edhe i gëlltiti tokat e gjithë ata kriminal dhe nuk la Allahu asnjë jo musliman në fytyrë tokës në atë kohë. Pastaj Ibrahim e sam ka vujt, u hodh në zjarr, u detyru me braktis vendin e vet. Mirë po, Allahu azza wa jall e zgjedhi leadership, imam, edhe pse ka qenë vet. Allahu e bëri që ai të ndërtoi çavën e shejt. Dhe i tha Allahu zjarrit: "Qul la ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim." I tha zjarrit bëu i ftoft edhe shpëtimtar për Ibrahimin. Ismail esram, simboli sakrificës, pranoi mu sakrifiku me çumë vend urdhën e Zotit. Allahu e shpërbleu dhe e bëri që muslimanët të therrin kurban për ta mbajtur gjallë dhe të freskët kujtimin dhe emrin e Ismailit alayhis salam. Ai u bë sebeb, Allahu bëri sebeb se ai e mor Allahun uli. Jakubi alayhis salam humbi Jusufin, djalin e tij, shikimi duke qarë. Mas shumë viteve i kthehet Jusuf alayhis salam si ministër dhe i kthehet atë shikimi. Pse? Jakubi tha: "Inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun." Sa unë e di për Allahun o ju gjemtemi atë çka ju nuk e dini. Musa alayhis salam u dobu nga Egjipti, i friksuar. Allahu e bëri që të rritet në shtëpinë e Firaunit, nga se ai nuk ishte, dhe thot, djalë. Edhe pasaj e zodhe Allahu si profet, i cili profet fliste me Allahun direkt pa ndërmjetësues. Pasaj nëna e Sarit e Maryemja u akuzu për çështjen deri. Por Allahu e bëri që djali i saj të bëhet model shembull për gjithë njerëzimin. E pasaj pejgamberi sa u detyrua me braktisë në linjë Mekën, pas disa viteve kthehet triumfues dhe bëhet shembull i falës dhe zemërburtësisë me kundërshtarët e tij. Pse kështu? Për shkak se ata e morën Allahun si wali, ndihmtar. Për të arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu është mbrojtësia më e mirë që zbriti librin dhe ai kujdeset për të mirën subhanahu wa taala. Dhe kjo është Zoti xhallahu ala, i cili nuk lën asnjëherë lloç dhe i cili vazhdimisht e mbron pa robën e vet. Gjithashtu, një nga betejat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dërgon Ala el Hadramein në një mision me disa shok. Gjatë rrugës humbin shkëtin dhe harxhon edhe rezervat e ujit. Ata panë që po vdesin për ujë dhe Ala el Hadrami ngre duar lart që ishte i pasur dhe lutet: "O Zot, betuam në madhështinë tënde dhe kërkoj që ta furnizosh me ujë. O kujdestar, o wali dhe ndihmtar i besimtarëve, na furnizo me ujë." Shokët e tij betuan dhe thonë: "Pashvar Allahun, pam sa ret filluan të grumullohen duke lëshuar shi. Ne pim dhe e larguam etjen. Kur u kthyem u treguam shokëve, të cilët nuk e besonin. Ne u thoshëm: nëse nuk na beson atëherë, na thoni si mbijetuam na pa ujë." Pastaj pejgamberi sa dërgoi Asim ibn Thabit me 3 të tjerë për të mësuar Islamin në një fisi. Banorët e fisit u treguan të pabez dhe i vranë shokët e tij. Vet Asimi kur apo këtë i lut Allahu Teala të kërkoj që trupin tim të mos e prekin idhëtarët. Më pas banorët e fisit vranë dhe shkuan ta marrin kufone me qëllim që ta shesin të kundërshtarët e tij Mekë dhe të merrnin shpërblim, por Zoti i kishte dërguar gremza që kishin rrethuar kufonën e Asimit dhe nuk mundën ta preknin e as të afron gremzave. Atëherë u detyruan të larguan nga kufoma derisa të bjerë nata dhe të larguan gremzat. Me të rënë nata filloi një shi i rrëmbyeshëm dhe kalimi i ujit e mori kufonën e cila më nuk u gjet pas asaj dite. El Barra ibn Malik ka qenë një shok i vërtetë i pejgamberit sa. Vetë pejgamberi thotë rreth tij, ka rob të Allahut që sa i lutën Zotit, Allahu ja pranon. Dhe ai prej tyre është Barra ibn Malik. Gjithashtu në betejën e Yamamës me Musailime el-Kadhab, muslimanët hasnin shumë vështirësi. Një nga muslimanët i drejtua Barra ibn Malik dhe tha: "Pejgamberi ka thënë që ty pranohet duaja. Përse nuk i lutesh Allahut na ndihmoj?" Në atë rast i ngriti duar dhe tha: "O Zot, kërkoj që ta ndihmosh sot dhe të më bësh mua dëshmorin e parë." Nuk kaluan disa çaste dhe Barra ibn Malik ra dëshmor dhe muslimanët
e fituan betejën. Në kohën e khilafetit të Omerit, dërgon Omeri një ushtri në drejtim të romakëve, para se të takohen ushtria muslimane kishte dy alternative: të luftonte në fushë të hapur apo të mbrohej në një mal aty pranë. Në këtë kohë Omeri kishte hyrë në minber për të mbajtur hyrjet dhe tha: tek mali, pasi u kthye ushtria muslimanët e pyetën se si kishin fituar. Komandanti u përgjigj: dëgjuam zërin e Omerit që na këshilloi të luftonin nga mali dhe ashtu vepruam dhe fituam. Pastaj Othmani radhiyallahu anhu hyri një person. Othmani tha: ka prej jush që hyn me shenjat të imunitetit në sy. Burri që sa poshtë kishte hyrë, kishte parë me epsh një grua në rrugë, i befasuar nga këto fjalë, i tha: çfarë është kjo për besimtarëve? Atë vin shpallë hinore, pas pejgamberit sa tha jo, por runin nga mërnjëprasia e besimtarit, pasi ajo shikon me dritën e Allahut azza wa xal. Ebu Musa el-Eshari thot: një ditë ecja rrugët e Bagdadit, e pash një zell të madh i cili kishte djegur gjitha fermat e palme të qytetit. Përveç njerëz, pyeta pronarin e fermës që kishte mbetur pa djegur dhe e pa se ishte një njeri që nuk e njehja. Kur e pyeta mbi shkakun se si ka mundësi që nuk ishte djegur ferma ati, ai tha: i kërkova Allahut të mos lejoj të gjigjet dhe nuk u doq. Ebu Musa el-Eshari tha: ka robër të Allahut që sa i lutën Zotit, ai e pranon duan dhe lutjen. Pejgamberi sa mi tha Omerit dhe Aliut: do të vinë një burr nga Jemeni që quhet Uwais el-Qarni. Ai ka një nën të cilën respekton shumë, nëse mundet të kërkoni që të lutet dhe të kërkoj falje për ju, bëjeni. Këto fjalë ja tha pejgamberi sa shokut e tij. Andaj besimtari është i tillë. Gjithashtu transmetohet që një gruaja Rabia bintu Nadhr i qelloi një vajzë i theu dhëmbët e parë. Ajo i ofroi familjes vajzës shumën e ka caktuar në kompenzim për dhëmbët, por ajo refuzoi dhe kërkoi t'i thyen dhëmbët sipas drejtësisë. Rabia bintu Nadhr rriten nga familjet më të famshme në Medinë. Vëllai i saj Enes ibn Nadhr, që i pranoshin duat ngriti duar leçi dhe tha: o Allah, unë të lutem që të mos i thyhet dhëmbi i Rabia bintu Nadhr. Në atë çaste vjen vajza me familjen e saj dhe i thonë se kemi vendos me ja fal dhe kemi vendos që mos me u hakmar. Andaj kjo është, do thot Allahu azza wa xal, i cili është el wali i besimtarëve, dhe për të qenë mik i Allahut azza wa xal duhet patjetër me qenën alladhina amanu wa kanu yattaqun, për atyre që besojnë në Zotin xhelalu ala edhe atyre që janë të devotshëm. Pa takva dhe pa devotshmëri nuk mundesh me fitu që Allahu azza wa xal me qenë për ty, do thot wali, kujdestar, nga se Allahu është vetëm kujdestar i atyre që, do thot, i besojnë Allahut azza wa xal, edhe i atyre që janë devotshëm. Kujdesaria në këtë dunjë është kujdesari jo e lehtë. Dhe normalisht njeriu që merr diçka në përgjithësi ka më pyet para Zotit. Pejgamberi sa më ka thonë: kush do të saktuar me një post mesin e muslimanëve dhe emron njerëz me kualifikim të ulët, edhe pse ka tjerë më të mirë, e ka tradhtuar Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Abu Dharr shkoi tek pejgamberi dhe i kërkoi t'i jap postën e guvernatorit të një qyteti. Pejgamberi sa më tha: o Abu Dharr, ti je i dobët dhe diçka e tillë është amanet. Ky post do të jetë zgjonjim dhe pendim përveç njeriu që ka marrë me të drejtë. Andaj do të mos e merr këtë post. Kështu do të e ka këshilluar pejgamberi alayhis salatu wassalam Abu Dharrin. E ka edhe shumë, do thot, modele edhe tregime tjera që tregojnë, do thot, se si e kanë kuptuar emrin e Allahut azza wa xal el wali, sahabët radiallahu anhum ajma'in. Pra, këtu ishin dy ligjërata lidhje me emrin e Allahut el wali, i cili pra do thot është mbrojtës dhe kujdestar i besimtarëve. Lutem Allahun që Allahu të jetë wali i joni edhe na të jemi walit e tij. Ta duam Allahun, të jetojmë për të dhe të vdesim për të. Lutem që ditët që kanë kaluar nga ky muaj i bekuar i Ramazanit të na pranoj, ndërsa ditët që kanë na kanë mbet, Allahu të na forcoj. Dhe në takimin e ardhshëm, walhamdulillahi rabbil alamin.